Alket Hyseni u tërhoq nga politika disa vite më parë, pa bujë, pa zhurmë dhe pa lënë gjurmë. Pikërisht kur era e hekurave të Spakut filloi të ndihej dhe dosjet e tij nisën të mbledhin pluhur në zyrtarët e prokurorisë, pa marrë asnjë përgjigje, sepse largimi i tij nuk ka qenë pensioni merituar, por fshehje organizuar për të ruajtur atë që grumbulloi gjatë viteve kur drejtoi task forcën shtetërore për verifikimin e ligjshmërisë së pronave bregdetare. Historia e Alket Hysenit nis në mars të vitit 2000, kur ishte përgjegjës turni në doganën e Kakavijës me një pasuri të deklaruar prej 1.2 milion lekësh të vjetra, por dikush në pushtet pa tek ai atë që duhej, një njeri pa shumë pretendime, por me ambicie të heshtur. Rasti erdhi kur Edi Rama e mori nga dogana, i hapi dyert e studimit ligjor dhe më pas në korrik të vitit 2014, i besoi task forcën shtetërore për verifikimin e ligjshmërisë së tjetërsimit të pronave bregdetare. Deklarata zyrtare e asaj kohe ishte se task forca do t'i vijej fresh katërrimit të Bregdetit, do të bllokonte grabitjet e tokave dhe do të sillte drejtësi aty ku shteti kishte dështuar. Por ajo që ndodhi në realitet ishte e kundërta. Task forca u shndërrua në një instrument pazari dhe kryetari i saj doli pronar. Nga ajo periudhë tutje, Alket Hyseni nuk u ndal dhe kaloi në drejtorinë e parandalimit dhe pastrimit të parave në Ministrinë e Financave dhe më pas, në zgjedhjet e 25 qershorit 2017, Edi Rama e futi në listën socialiste të Vlorës dhe e bëri deputet. Çdo emërim i ri erdhi pasi i mëparshmi kishte shërbyer për grumbullimin e pronës dhe pasuria në 14 vite ishte rritur 136.8 herë, nga 1.2 milion lek në 174 milion lek asete të deklaruara, pa llogaritur këtu vlerën reale të pronave që kontrollon nëpërmjet të tjerëve. Si funksionon skema e grabitjes së tokave në Vlorë dhe Dhërmi? Për të kuptuar se si Alket Hyseni u bë pronari 15.000 metrave katror në Bregdet, duhet ndjekur rruga e dokumenteve. Në vitin 2015 nis një zinxhir transaksionesh ku toka bujësore në Dhërmi filloi të ndronte duar me shpejtësi dhe duke kaluar nga një pronar në tjetri, derisa përfundoi tek Hyseni pikërisht në kohën kur ai drejtonte task forcën që duhej të ndalonte këtë lloj grabitje. Në janar të vitit 2017, Ilia Taka, një nga personat që kishte marrë në dorë këto toka më parë, ja kaloi parcelat Alket Hysenit dhe mori në këmbim 2 apartamente dhe 3 garazhe në Sarandë, me vlerë totale 15.7 milion lek. Hyseni e dinte atëherë se Taka ishte në procedim penal në prokurorinë e Vlorës për falsifikim dokumentesh, por kjo nuk e ndali. Disa muaj më pas, në gusht të 2017-s, Hyseni ka nënshkruar kontratë me ndërtuesit e resortit Ionian Olea dhe përfiton minimalisht 1100 metra katror sipërfaqe në atë resort, me vlerë tregu mbi 1.1 milion euro. Toka që dikur ishte bujësore, tani vlen miliona euro dhe Alket Hyseni përmes firmës së babait është bërë pjesë e këtij resorti luksoz. Dhërmiu është vetëm njëra nga llogaritë hapura të Alket Hysenit. Emri i tij figuron në dosjen penale numër 266 fraksion 2016 të prokurorisë së Vlorës, e cila dokumenton grabitjen e 342 hektarëve tokë në Karaburun, Palas, Zvërnec, Shën Vasil, Himar dhe Dhërmi. Kjo dosje zbulon ekzistencën e superbandës Pollumb Artur, me Pollumb Petritaj dhe Artur Sheu në krye, që vepronin me mandat nga Fatmir Mediu. Kjo dosje zbuloi se si një bandë organizuar me njerëz që kishin lidhje në politik kishte vënë në dorë qindra hektar tokë duke falsifikuar dokumente dhe duke shfrytzuar boshllëqet ligjore. Në listën e përfituesve të kësaj grabitjeje të madhe figuronin emra të njohur të politikës shqiptare. Irini Bua, një banore e Dhërmiut që pretendon se tokat e familjes së saj përfunduan në duart e spekulantëve, e ka denoncuar Hysenin që nga viti 2015. Ajo ka kallëzuar prokurorinë, ka kallëzuar task forcën që drejtonte Hyseni, i ka shkuar vetë Edi Ramës. Argumenti i saj ishte i qartë. Këshilli Kombëtar i Territorit i dha leje ndërtimi i resortit Ionian Olea në qershor të vitit 2016, kur toka ishte ende nën masa sigurie dhe në proces gjyqësor. Por askush nuk e dëgjoi, ashtu siç nuk u dëgjua një pronar tjetër në Golem, i cili denoncoi Hysenin duke shfrytzuar pozicionin në task force, i mori vilën pa e paguar dhe i uzurpoi edhe oborrin. Të gjithë këto raste janë të dokumentuara në media, por drejtësia me sa duket ende nuk është bindur. Alket Hyseni ndërkohë ruan heshtjen dhe ruan pasurinë. Ai u tërhoq nga politika në kohën e dur, kur shenjat e para të drejtësisë filluan të shfaqeshin, por dosja e tij vazhdon të jetë e hapur. Emri i tij vazhdon të jetë në listën e grabitësve të 342 hektarëve të Bregdetit shqiptar. Dhe pyetja që Spaku nuk e ka bërë ende është vetmja që ka rëndësi: si u bë doganieri i Kakavijës pronari 15.000 metrave katror në Dhërmi, në kohën kur pikërisht ai mbante në dorë çelësin e mbrojtjes së Bregdetit?